Ngjyra portokale e dheu dhe vegetacioni i shkatruar janë shenja e parë që diçka është e gabuar në këtë vend. Mbi 1 milion ton arsen, antimon dhe krom mbeten në heshje në deponinë e minierës së mëparshme pranë fshatit Llojan të Kumanovës. Edhe pse kjo minierë është mbyllur qysh në vitet e 70-ta, mbetjet me tonelata të arsenit sulfit, i cili llogaritet si një ndër helmet më të mëdhej, ndodhet në këtë pjesë ku gjendet edhe oborri i shkollës ku mosimin e ndjekin mbi 400 fëmijë të fshatrave Vaksince e Llojan. Arsimtarja Frimzi Meri shqetësohet për veten, por mbi të gjitha, breng më e madhe është shëndeti i nxënësve. Është i shqetësuar se gjithçka rreth tyre është e ndotur, e në veçanti me mbretjen e toksinave siç e quajnë arsenin. I këshillojmë shpesh herë, ka marrë dhe në këtë vend ku përqendrojmë edhe me nxënësit dhe ja kam sqaruar disa gjëra më elementare se sa është i rrezikshëm. E shihni edhe tash ku përqendrojmë në këtë moment se kundërmon erë këtu, erë arsenit. Dhe gjithmonë e kemi parasysh, i këshillojmë nxënësit që mos të afrohen këtij lokaliteti, sidomos në këtë vend që përqendrojmë këtu, sepse me anë të frimanis na vetëm e morëm këtë. Era e keqe e arsenit shkakton frikë në mesin e popullatës. Kam pritur ndonjë informacion nga autoritetet, ndërkohë ata vetë u informuan se sa dhe cilat rreziqe i bartin ata, sidomos nga deponia. Na kur s'kemi pas asnjë përgjigje, as s'ka na sqaroi dikush se pse nuk është dislokuar. Por e më kryesore e dim se është i dëmshëm dhe nuk është pak e hiç nuk kanë marrë masa për dislokimin apo për mbulesën e kësaj pjese që është mbuluar me arsen, ku thuhet se afërsisht 1 milion tonelata ka arsen në këtë vend këto që përqendrojnë. Sipas listës botërore të substancave të rrezikshme, arseni është në kulmin e toksicitetit për njeriun. Ekspozimi i afatgjat nënkupton pasoja të rënda për shëndetin e njerëzve, shpesh edhe me një epilog tragjik. Prandaj thuhet se arseni vret ngadalë dhe në heshtje. Shekuj më parë është përdorur si një ilaç, por edhe si një helm ideal. Shumë perandor besohet se kanë rënë në shtratin e vdekjes të helmuar nga arseni, por edhe sëmundjet e piktorëve të mëdhej si Cezanne, Monet dhe Van Gogh i atribuohen arsenit. Profesori i kimisë Trajçe Stafilov shumë mirë njeh vetit vrasëse të arsenit. Paralajmëron se jo vetëm në minier, por në të gjithë rajonin përbërja gjeologjike ka ndryshuar. Arsenov koncentrat над селото 10.000 тони чист арсен сулфит. Ние зедовме примероци, ги анализираме, а овој на Табановце, на железничката станица, уше 5.000 тони, што ги однеле таму, а не ги продале. Така стоят. Арсен сулфит. Отров, еден од најголемите отрови. И еве како водата, дождовите го носат тоа во реките, во ветерот во воздухот. Shirat shumë më parë kanë bartur arsenin në ujra. Banorët e Llojanit me vetë iniciativë kanë dërguar mostrat nga yjsjellësi lokal dhe bunaret për analizë në qendrën për shëndet publik në Kumanov. I ka bërë analizat në shumë venda në puset tona, për shembull këtu, edhe si rezultat na ka dalë për shembull 56% arsen uji, edhe do të thonë 10% është e lejuar, vlera normale deri 10%, a na ka dalë 56.diçka%, ndërsa në te një bashkëfshatar tjetër, atje ai sikur më tha ai ka dalë 200% me arsen. Bashkëvendasi që e theksoi Islami na dërgoi rezultatet e analizës. Mund të arrijmë në përfundim se arseni në ujin e tij është 2280% më shumë se sa lejohet. Era ka bartur arsenin edhe në tokën pjellore, ndërsa shirat e kanë sistemuar thellë në tokë. Vendasi thonë, për gati 4 dekada nuk kanë parë asnjë bereqet. Deponia me ndihmën e UNDP-s pjesërisht është mbuluar me disa shtresa dhe, por kjo nuk është zgjidhje e përhershme. Të vetëdijshëm janë edhe në komunën e Likovës, në atarin e të cilit është Llojani. Për ta, trajtimi i këtij problemi kërkon shumë mbështetje nga shteti dhe ndihmë nga donatorët. Tu të them se kjo është çështje e shtetit,
me këtë çështje s'mund mirët komuna, se është çështje shumë madhore. Kështu që komuna e Likovës ka marrë pjesë në gjitha takimet që ka organizuar UNDP-ja, në gjitha takimet që ka organizuar shteti, me qëllim të stabilizimit çështjes deponisë të arsenit, antimonit dhe kromit në Llojan. Mirë po ne si komunë nuk e kemi atë fuqi, nuk e kemi edhe të drejtën të ndërmarrim diçka në drejtim. Nga Ministria e Mjedisit thonë se trajtimi i pikave të nxehta ekologjike është një prioritet për ta, por për momentin ata e bëjnë këtë vetëm nga xhepi i tyre. Pоради моменталниот недостаток на институционална рамка и механизми за финансирање на контаминираните подрачја, Министерството за животна средина и просторно планирање презема мерки за намалување на загадувањето преку својот буџет и со изнаоѓање на инвеститори и донатори за решавање на загадувањето во Лојане, како и во сите други жешки точки во Република Македонија. Miniera e braktisur pas 35 vitesh fitoi një koncesioner. Ministria e Ekonomisë në vitin 2014 përfundoi një kontratë eksplorimi me një kompani turke. Калтун Мадден Челик до Скопје е концесионерот кој на 2.6.2018 година има добиено дозвола за експлоатација, а согласно Законот за минерални суровини, за отпочнување со работа има краен рок од 2 години. Në pyetjen tonë, a është koncesioneri i detyruar të pastrojë deponinë e mbeturinave të rrezikshme? Nga Ministria e Ekonomisë u përgjigjen: Да, има таква обврска. Односно, согласно рударскиот проект, треба да ја дислоцираат надвор од територијата на Република Македонија. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara vlerësojnë se 4.2 milion euro janë të nevojshme për të rehabilituar minierën e Llojanit. Ajo është një sasi e vogël sa i përket çmimit të paguar me shëndet dhe jetë. Nga ajo llogari kanë frikë banorët e Llojanit. Fshati jon përbohet prej numrit më të madh të vdekjeve të njerëzve të cilët kanë si pasojë kancerin, domethënë, që është një dëshmi që ajo veç ndikon, domethënë, ndikon shumë në shëndetin e popullatës këtu. Ndoshta jemi krejt arsen.